Po na vjen Mahmut Orhan në Prishtinë, një prej DJ-ave që ka marrë vëmendje shumë të madhe veç mas pandemisë. E vërtet. Qikat e dojnë shumë, i bukur shumë, muzikën shumë të mirë. Po. AMC e kena. A ka me italo bileta? Tash, me thonë drejtë tash, po i duja këtë info për këtë dëgjuesit e juj. Është koncerti bëhet me 4 korrek, kam e pas një super line-up, është Eno Napa, është një artist tjetër international, është Kiti Arsa për herë të parë përdojmë këto, kështu që mos Jej, ekskluzivitet. U kënohesh ato t'jap. A pesha gjatë? Që më kërtëshe, jo në bëj kështu. A kështu e këra tash, okej. E ato kështu me gjishta nuk dime. Po, a i zdjasmone. Edhe anën tjetër është Kiti Arsa, është Tosk, është Dandara, edhe nëse se këma edhe Mahmut Orhan. Kështu që eventi fillon për orës 6, edhe për kontan deri dikon në ora 5 mëngjesit. Lokacioni është AMC Hall në parking, është hapësirë e hapun, kështu që vend parkime ka me pas, po ata që vinë më herët nuk kanë me met në përgullohën, nga se tash buhet pak gallallak, po tash këtë sa ndoni me ditë pak. Po normal. Kështu që këtë ata që kanë bu plan me ardh, ju kisha lutë më herët, kam me pas chill zone, kam me pas ushqim, kam me pas pije, kam me pas pije të mira, po më shërbimi kam me kon top, sound system kam me kon top, skena kam me kon qyshdina nami boke. Në festivalin e fundit që kena muin maj që organizoj Ray Festival. Wow. Do më thonë, ndoshta na që e dojna kaq shumë muzikën edhe që kemi qef me konë që ato ndryqimi, sistemi i zërimit edhe gjithë shka, edhe të shet që sa shumë jep një kontribut në këto aspekte, kjo ka shumë rëndësi. Edhe këto e vlerësojnë pa tjetër ata që e dojnë muzikën. Qysh tash më arë nga mundu me mjep se cilët hapësirën ose energjinë ose eksperiencën më të mirë kur vjen me një festival, me një koncert, me një event tillë.